Çdo ditë të javës me 10 turistë të huaj të cilët kanë zgjedhur Vlorën për pushime vizitojnë nga dishullin e Karaburunit dhe ishullin e Sazanit. Turistë shumë nisen drejt dy atraksioneve turistike me mjete të ndryshme ujore dhe vinë kryesisht nga Anglia apo Gjermania. Turistët që kanë zgjedhur të vizitojnë ishullin dhe gadishullin e Vlorës tregojnë se për këto vende, por edhe për Shqipërinë në tërësi, kanë parë në internet dhe ky vend ju ka pëlqyer. Tashmë që kanë vizituar Vlorën thonë se nuk kanë mbetur të zhgënjur. Në qytet si të preferuar të tyre kanë klimën e mirë dhe detin, por tregojnë se sa të dashuruar janë dhe me ushqimin, teksa përshtypje mjaft pozitive kanë edhe për qytetarët. Duke shprehur mbresat se sa të kënaqur kanë mbetur në Vlorë, turistët e huaj tregojnë se do të rikthehen sërish, teksa këtë vend do ta rekomandojnë tek miqtë e tyre në vendet ku jetojnë. Unë vi nga Londra, në Shqipëri vi për herë të parë, zgjodha Shqipërinë kësaj here. Hapësira ku qëndruam në Golem ishte një hotel mjaft i mirë dhe me shumë aktivitete. Tashmë jemi në Vlorë dhe ky qytet me aq sa kam parë është shumë i bukur. Do të shikojmë më shumë sepse jemi në një varg, por moti është fantastik. Në Vlorë do të qëndrojmë për një ditë të vetme, më parë kemi vizituar Tiranën dhe Durrësin. Pas Vlorës do të largohemi. Unë jam nga Londra, vi nga Anglia me miken time, vim për herë të parë në Shqipëri. E kemi parë këtë vend në internet, ishte shumë i bukur, Instagram, TikTok, në rrjetet sociale dhe kështu ja ku jemi. Mendoj se njerëzit këtu në Vlorë janë shumë të mirë. Ushqimi është i mrekullueshëm, moti, deti që kanë fantastik. Mendoj se keni një shtet shumë të bukur. Do t'ja kalojmë bukur këtu. 100% do ta sugjeroj këtë vend tek miqtë e mi. Mendoj se është vendi për të vizituar. 100% gjithashtu do të rikthehem. Këtu do të më keni edhe vitin që vjen. Ne vim nga Essex, Londër, jemi për herën e dytë që vizitojmë Shqipërinë, por është era jone e parë që jemi në Vlorë. Qyteti më pëlqen shumë, është shumë i bukur. Tashmë do të shkojmë drejt ishullit të vizitojmë edhe shpellat. Moti këtu që nga shumë i mirë. Këtë vend e zbuluam nëpërmjet TikTok. Kam ardhur këtu me miqtë e mi. Me shumë mundësi do të kthehem sërish pasi është vend shumë i bukur. Unë vi nga Gjermania për herë të parë në Shqipëri. Kam ardhur t'ja kaloj mirë këtu me miqtë e mi. Mua më pëlqen shumë kultura në Shqipëri dhe mbi të gjitha njerëzit që janë këtu. Shqipërinë e zbuluam nga interneti dhe tashmë jemi pikërisht këtu. Në Vlorë më pëlqen më shumë deti, por gjithashtu edhe malet që e rrethojnë, por padyshim edhe komuniteti. Ishulli Sazanit, gadishulli Karaburunit, shpella Haxhi Alis, Inglezit, por edhe të tjera atraksione turistike janë pikat më të vizituara përgjatë sezonit veror në Vlorë, të cilat zgjidhen çdo ditë nga qindra turistë të huaj nga gjithë bota.